Unë jam Klevis Koraqi, jam nga Korça, jam 31 vjeç dhe gjithë jeta ime nuk është asgjë tjetër përveç se jeta e një narkomani, i cili ka shkuar më tezë e fundi, ka kapur thellë deri në vdekje, gati. Dhe sot jam këtu për t'i thënë gjithkujt, për të thënë ty, atë që Zoti është dhe atë që Zoti bën. Njeriu kërkon pa fund. Kur isha 13 vjeç, isha alkoolist. Fillova alkoolin dhe nuk zgjatim më shumë se 6 muaj. Nisa këto ashashin, pastaj çfarë ishin këto. Çfarë ndodh se ishte që kur isha 14 vjeç trafikoja heroin në Greqi. Nëse hyn kontakti i parë është për ty, i dyti do të jetë i sigurt, dhe i treti dhe i katërti, i pesti edhe kështu me radhë. Dhe e gjen veten që pas një muaji nuk shkuputesh dot më. Sepse veç asaj dëshirës që ishte, dëshira fillon të humbet. Po çfarë ndodh? Është dëshira e heroinës ndaj teje. Dhe si të thua që malli është si punë e një gjarpri që ke gjithmonë brenda vetes. Nëse vetë edhe ngacmon, do të kafshoj, është e sigurt. Mua rreth 12 vjet. Dhe mu deshen pasaj të merresha 6 vjet, mundohesha, provoja terapi, provoja çdo gjë tjetër, metadon, mbyllu në shtëpi, pa mundur. Sa po ndinja jashtë, gjë e parë ishte mall. Sa e çuditshme ishte si të vinte aq shpejt tek dera. Dhe ishte dark. Atë natë jam munduar 45 minuta me ishiring në dorë, mes të botës. Jam çfuar mbi 50 herë. Derisa arrita të injektoja mall në trup. Dhe kisha i cop kaq, kështu, gjysmë gram, mos e bëj. Dhe kur po ikej, do ndajsh ama të shkoj për të shpjerë, shiko. Ky nuk jam unë. Nuk jam unë. Ky që ritorturohet mes të ftohtit që dërmon veten e tij, që zgjen në një vend ku të shpohet, është për plagë gjallë. Unë nuk pi mendësh. Edhe ai në atë të tjerë tha, sa herë ke thënë kështu. E gjeta veten si thonë në mes të ca torturave, çka heroina, pasi lufte të madhe me ethet, që më ithin gjysmë metër nga krevati, 3 ditë pa ngrënë, vetëm duke vjedhur. Uj, as nuk kujtitesha dot, as fuqi shkoja në baj, nuk isha. Diçka brenda meje u ngrit e tha, Zot, e di që gjithë kohës të kam poshtëruar, të kam sharë, të kam fyer, të kam ofenduar, të kam lënë gjë pas hem. Po, unë sot tash nuk kam tjetër, ti ke ngelur. Ndaj, nëse je, hajde dhe më ngri. Nuk shkuan as 10 minuta dhe unë e gjej veten në këmbë. E u habita, u maknita. Isha në fuqi të plot. Nisem dhe gjej veten në derën e i kishe. Dhe sa po hap derën, dëgjoj që le ti japim lavdi Zotit ton të gjallë Jezus Krisht. Dhe tash, amen ti je. Sepse aty e kuptova që ç'dua unë këtu, si erdha. Ishte e thjeshtë. Diçka brenda me ishte që ma konfirmonte fort që ky është. Unë jam një krishter, jo një fetar, jo një besimtar religionesh apo tjerat. Jam thjesht dikush që i beson Zotit dhe ecën në atë që Zoti thot. Unë sot nuk vuaj nga asnjë sëmundje. Me familjen unë nuk kisha ndonjë marrëdhënie të mirë. Unë sot jam shumë mirë me ta. S'kisha shok. Sot kam jo shumë vetëm shok, po kam shumë vëllezër. S'kisha qëndrueshmëri. Sot e kam. Isha mashtruesi më i madh që mund gjej në këtë botë. Sot jam ai që mbaj premtimin ta ditë që jap jetën. Për një fjalë goje mund t'i merja jetën tjetrit. Sot jam gati t'jap jetën vetëm ai pranoj Zotin. Dhe Zoti ka bërë aq shumë, pa aq shumë sa mbi të gjitha. Më ka sjell bekim pas bekimi. Dua të them ty që ecën në rrugën e vdekjes. Të them ty që paqja që të mungon. Dhe që shpresa ka vdekur për ty. Sepse gjithkohës ke qenë rrugës duke u endur, duke vjedhur, duke mashtruar e duke torturuar veten. Duke qetësuar veten 2 orë dhe pastaj të shkosh të humbasësh përsëri. Dhe ta harrosh çdo gjë. Pikërisht ty që i gjithë qëllimi i jetës tënde është kënaqësia e një momenti ku ti merr mallin që zgjat vetëm 3 sekonda. Dhe mbas kësaj, ty të duhet të vraposh për të gjetur lekët për siguruar dozën e radhës.
të them ty që sot ka shpresë. Dhe shpresa ekziston. Dhe ka një shpresë, ka një rrugë, ka jetë. Dhe e gjithë kjo është vetëm Krishti. Jezus Krishti. Dhe fjala që ai tha, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, është më shumë se e vërtetë. Ai është jo vetëm rruga, jo vetëm jeta, jo vetëm e vërteta, por është dhe Zoti i gjithçkaje. Thjesht ngri syt, zgjat dorën, kërkoje, dhe jeta jote do të jetë një jetë e re. Ti do të kesh jetën e tij.